Mbrëm në ora 20, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale nga neni 215 i kodit penal, kanë privuar nga liria personin AL, 21 vjeç nga Tetova. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedim të mëtejshëm dhe ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje në ora 13:45, zyrtar policor nga stacioni policor në Jegunos, në fshatin Raotins të Tetovës, kanë privuar nga liria personin MS, 22 vjeç nga fshati Jegunovc, i cili ka qenë në automjetin e parkuar, Citroen, me targa të Tetovës. Gjatë kontrollit të kryer ndaj tij është gjetur edhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 17, zyrtarët policor nga stacioni policor në Gostivar kanë privuar nga liria personin BR, 70 vjeç nga Gostivari, pronar i një objekti hotelerik në Gostivar, në bashkëpunim me inspektorët e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Shkup. Në objektin hotelerik në Gostivar është kryer kontroll i aparateve për fikjen e zjarrit, me që rast është konstatuar se kartela e kontrollit të aparatit nuk është origjinale, por fotokopje. BR është ndaluar në stacionin policor dhe ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm zyrtar policor nga stacioni policor në Gostivar, në prani të nënës së tij, kanë privuar nga liria një të mitur 15 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm të një gruaje 39 vjeçare nga Gostivari, se i mituri, i cili është djali i motrës së saj, në shtëpinë e vëllaut të saj ka kryer sulm seksual ndaj vajzës së saj 5 vjeçare. Për rastin është njoftuar prokurori publik dhe qendra për çështje sociale Gostivar dhe po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit dhe dokumentimin e plotë të rastit. Dje në ora 15:20, zyrtarët policor të stacionit policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov në bulevardin Vidoje Smilevski Bato në Tetov kanë privuar nga liria personat SM, 42 vjeçar dhe MR, 36 vjeçar, të dy nga Kamjani, të cilët janë sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre. I kanë kërcënuar dhe i kanë penguar në kryerjen e detyrës zyrtare. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tyre do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 12:30, zyrtar policor nga stacioni policor në Gallat, në fshatin Gradec të Gostivarit, kanë ndaluar personat SZ, 28 vjeç dhe DA, 20 vjeç, të dy nga fshati Gradec, të cilët dyshohet se kanë kryer vepër penale nga neni 235, paragrafi 2 i kodit penal, të raportuar më datë 2 prill 2025 nga SB, 28 vjeç nga fshati Gradec. Sendet e konfiskuara janë kthyer pronarit me vërtetim, ndërsa SZ dhe DA janë ndaluar në stacionin policor për procedim të mëtejshëm dhe ndaj tyre do të vijojë procedim përkatës. Dje në ora 13:30, në stacionin policor Gostivar, RS, 77 vjeçar nga fshati Qegran, ka raportuar se të njëjtën ditë rreth orës 10:30 është sulmuar fizikisht VI nga i njëjti fshat, i cili gjatë sulmit e ka kërcënuar se do ta vriste atë dhe djemtë e tij, po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.